Japim anë mes këtu. Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë për të folur për rezultatin e zgjedhjeve, balotazhin e raundin e dytë në 18 komuna që është mbyllur pak minuta më parë, ku kanë dalë edhe exit pollet e para, sipas të cilave Përparim Rama fiton në komunën e Prishtinës, duke mbajtur pra vazhduar mandatin e dytë, ndërsa në Mitrovic ai që fiton është Arjan Tahiri. Humbet Faton Peci, pra ministri i Kurtit, kthehet në shtëpi, por këto janë exit pollet e para, akoma nuk ka asgjë zyrtare nga KQZ-ja, por për këto dhe rezultatet e tjera do të flasim me profesorin Selatinë Koceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Më duket si u dolën parashikimet tek një postim që kishit bërë më herët në mëngjes në rrjetet sociale. Po deri tani sipas exit polleve jemi 100% të saktë. Mendoj që ashtu do të jetë edhe deri në fund, sepse zakonisht rezultatat që raundin e parë e fitojnë me një përqindje të mirë, zakonisht ndodh që edhe në raundin e dytë apo në balotazh të fitojnë zgjedhjet. Përparim Rama nuk ka vendosur asnjëherë në diskutim, edhe gjatë ditëve të fundit ka qenë mjaft i qetë, apo ashtu është si tip? Edhe sot doli ajo që kemi menduar, përveç që dyshimet tona kanë qenë pak të Mitrovica, me qenë se i tër arsenali i VV-s ka qenë i angazhuar, kryesia komplet gjatë gjithë javës kanë qëndruar net e ditë për ta mundur një djalë të ri, Arjan Tahirin, dhe me gjas edhe rezultatet e para në KQZ po tregojnë se ka një avantazh të lehtë zoti Tahiri dhe urojmë, shpresojmë që deri në fund ta mbaj këtë rezultat, sepse do të jetë një rezultat i mirëseardhur për procesin demokratik dhe për kuadrët të reja, të cilat jam mësyen të udhëheqin me pushtetet lokale. Një djalë që preton për të ardhmen ndoshta një erë të re edhe për të marrë shembull te komunat e tjera. Ashtu, ne mendoj që komunat tjera do të marrin shembull, edhe këta njerëzit kryetarët të cilët veç janë 3-4 mandate, do ta lënë një trashëgimtar të tillë siç bëri zoti Hamza, dhe e caktoi një djalë vërtet që në gjatë fushatës ka treguar maturi, pjekuri dhe vizion të hatashëm krahasim me ministrin e zotit Kurti. Aty unë e kam thënë edhe herave tjera se në Mitrovic në garë ka qenë Albin Kurti me zotin Hamza, edhe pse zoti Hamza shumë më pak ka qenë prezent në përtubimet e zotit Tahiri, por Albin Kurti ditë e natë ka qëndruar në për lokalitete të ndryshme, ka qëndruar në për kafene të ndryshme, edhe sot bile kishte paralajmëruar një shkuarje me një restoran aty, por pronari e mbylli restoranin për të mos pranuar në këtë kohë kryeministrin apo për të ardhur për të pasur ndonjë konflikt i cili ka qenë shumë i mundur në Mitrovic. Andaj është shumë e pajeshme, është shumë e ullët që kryeministri të shkoj në Mitrovic në ditën e votimit, sepse thjesht është thyrje e heshtjes zgjedhore. Duket se me Mitrovicin Kurti humbi dhe krenarinë e 4 viteve të këtij mandati, sepse retorika kryesore ka qenë ajo që ndodh në Mitrovic, siguria, rendi, e më the tash përveç fakti që çoi edhe një nga ministrat sipas të fortë, por i humbi të gjitha duket atje. Aty kemi treguar në vazhdimsi se vërtet aty është vetëm optike, vetëm diçka formale, se në fakt nuk ka ndodhur asgjë në Mitrovicin e Veriut. Është munduar tregoj me heqjen e dinarit, me hapjen e disa bizneseve, marketeve në atë pjesë me numrat e autoveturave, të cilat që të gjitha kanë qenë marrëveshje teknike të Edita Tahirit, edhe ato janë realizuar. Edhe disa prej marrëveshjeve të
aneksit torit, prandaj rezultate aty s'ka, sepse të qëndrosh me polici për muaj të tërë në një komunë të Kosovës që ka integritet dhe sovranitet që nga viti 1999, kur Kosova është liruar dhe KFOR-i është vendos në atë pjesë në ruajtje të kufirit, ne e kemi pas sigurt sovranitetin, por gjithmonë faktori ndërkombëtar nuk ka leju që atë të merren masa të tilla çfarë mori kryeministri, dhe për këtë ne sot po vuajmë pasoja të rënda në aspektin ndërkombëtar, në masa sankcione të zbatuara, në humbjen e fondeve të IPA-s dhe fonde të tjera, mospranim nga shtete të ndryshme, domethënë krejt rezultati i sjelljes në Mitrovic ka bërë që Kosova sot jetë në një pozitë jashtëzakonisht vështirë, të cilën e ka pru vetë zoti Kurti me qeverisjen e tij të dobët. Në Prishtinë në Mitrovic i rat në kokë, por çfarë thon komunat e tjera? Në Gjilan, Prizren, Gjakov, si është rezultati? Çfarë thon deri tani? Po Gjilani është pritur që do ta fitoj Alban Hyseni, dhe ashtu edhe ndodhi. Edhe rezultatet e KQZ-s po shkojnë bën shumë në favor të zotit Alban, dhe ai dihet që vetëvendosja atë komunë kishte dhe do ta mbaj përsëri. Gjithashtu në Prishtinë rezultatet e exit pollit e kanë dhënë, por edhe rezultatet e KQZ-s janë bëndshëm, por edhe partitë tani më veç i kanë rezultatet, komisionerët e partive, dhe i kanë dërguar dhe Prishtinave që shpolli fitoren me rreth 55%. Aty ka nisur festa, ndërsa Kurti është mbyllur brenda në celi. Prishtinë ka nisur festa, presim që Mitrovic të filloj edhe aty, sepse edhe rezultatet po tregojnë të KQZ se po avancon jo bëndshëm, por me një përqindje të vogël po avancon Arjan Tahiri, dhe shpresojmë që ky rezultat të jetë deri në fund dhe do të jetë një fitore e madhe Mitrovic, një fitore e demokracisë, edhe një fitore, nuk po themi në këtë rast e PDK-s, por një fitore e Arjan Tahirit, i cili vërtet ka bërë një fushat madhështore. Prizreni gjithashtu u fitua bëndshëm, edhe rezultatet e parti komisionerve të PDK-s veç i kanë dhënë rezultatet, edhe atje u shpall fitoria e zotit Totaj, kurse komunat që i kishte aliancat të gjitha i ka fitu, 4 komuna, domethënë e ka fitu Suareken, e ka fitu Rahovecin, e ka fitu Klinen, edhe e ka fitu Gjakovën. Bënd shumë i ka fitu veç, po pret edhe rezultatin e Junikut, një komunë e vogël, aty pa marrë parasysh është ngarë me Ludikën, cila do që ta fitoj, nuk është do një problem, se është komunë shumë e vogël, edhe nuk ka diçka ndonjë rëndësi të madhe. Pastaj i kemi edhe komuna tjera të vogla, Kaçanikun me Gjaz do ta fitoj Partia Demokratike e Kosovës, është ngarë me vetëvendosjen. Po Fush Kosova, sepse unë po shikoj renditjen tuaj, jam përballë renditjes tuaj. Fush Kosova është interesant, ka fitu vetëvendosja. Aty e kemi pas një kandidat LDK-s jashtëzakonisht të përgatitur, zoti Besnik Osmani, por është një befasi. Për mua, edhe pse unë e kom e kom prognozu se do të fitoj vetëvendosja, por me gjithatë dëshira ime e madhe ka qenë të fitoj Besnik Osmani, i cili është një njeri shumë i përgatitur, por si duket ajo që 25 vjetë Fush Kosovën e udhëheqi Lidhja Demokratike e ka penalizu, edhe ka humbur në këtë rast Besniku, i cili e meritonte, e ka fitu një djalë, edhe këtu një djalë i ri, por vërtet shumë i papërgatitur për të udhëheqë komunën. Do ta shohim një dështim të kësaj komune për 4 vitet e ardhshme, do të dështoj me bindje të plot, them, sepse ai njeri, ai djalë nuk i përgatitur për të udhëhequr me komunën. Domethënë i mungojnë të gjitha atributet dhe asgjë nuk mund të themi se diçka ka pozitive.
Shkojmë te PEA. Po, okej, të PEA se nuk dua të harroj të pyes për vushtrinë se aty pat edhe një debat për koalicionin. Vushtria e fiton zoti I PDK. Po i PDK-s e fiton me garancë të plotë, them. Pra nuk bën punë koalicioni këtu. Nuk bëri me sa. Nuk bën punë koalicioni sepse koalicioni i zotit Xhafer Tahiri veç ka dështu sepse zonja Krasniqi aty e ka ndo degën e LDK-s edhe është ndo prej zotit Tahiri përfundon në VV, nuk është më antari Lidhjes Demokratike, është i përjashtuar, aty fiton sepse edhe e meriton kryetari i mëhershëm, derisa zoti Meholli edhe pse profesionalisht doktor mjek ka pasur sjellje të jashtëzakonisht vrashta, edhe mirë u bë që ai humbi. Dhe të kalojmë, PEA fiton Gazbend Muhaxheri, është duke fitu, edhe rezultatet e KQZ-s po qesin, por edhe exit polli Benshëm e ka qitë fitues, Prizrenin e tham, Raveci e ka fitu Smajl Latifi i AK-s Benshëm, Suareken e ka fitu gjithashtu AK-ja Benshëm, Vushtrin e tham që e ka fitu PDK, e fiton PDK-ja, Vitia është pak rezultat i ngushtë edhe ende nuk kemi ndonjë informat, aty është kandidati i LDK-s me kandidatin e vetëvendosjes dhe urojmë dhe shpresojmë që aty të fitoj LDK-ja, sepse edhe aty e ka Sokol-Halitin një kuadër shumë i përgatitur, edhe ka udhëhequr që 2 vite, që 2 mandate, ky është mandati i tretë, por e meriton ai njeri se vërtet ka bërë ndryshime të mëdha me atë komunë. Unë me bindje të plotë them se edhe aty do të fitoj dhe kështu do të rrumbullaksohet vetëvendosja, do ta ketë vetëm një komunë. Po pikërisht tek kjo e kisha tek përmbledhja tani që sa komuna i mbeten vetëvendosjes, sa PDK-s, sa AK-s dhe sa LDK-s. Kush është fituesi real i këtyre zgjedhjeve, tani që mbaroi edhe balotazhi? Mendoj që fituesi do të jetë LDK-ja me numër të komunave. LDK-ja do të jetë e dyta. LDK-n për e konsideroj se ka Prishtinën. Prishtina është qytet i madh dhe numër të madh votuesve dhe konsideroj se është një fitore e madhe e LDK-s, sepse aty edhe është bërë gara, edhe pse Albin Kurti nuk është koncentruar fort ma tepër me Mitrovicën për të treguar se aty ka pasur rezultate dhe ka qenë pika neurologjike apo pika më e ndihshme ku ka dashur të fitoj Albini, edhe Prishtina thash është shumë e rëndësishme, Prizreni është bastioni i PDK-s edhe është Jerusalemi i Partisë Demokratike, është rezultat shumë i madh, por ta fitoj edhe Mitrovicën, edhe Ferizajin del se PDK-ja i ka 3 komuna të mëdha. Pra në total sa komuna të mëdha ka fituar LDK-ja? 3. LDK-ja e ka Prishtinën, PEA-n, 2 komuna. VV-ja e ka Gjilanin, edhe Fushë Kosova tani konsiderohet komunë e madhe, por edhe Podujeva nuk ka komunë e vogël. Domthonjë Gjilani, Podujeva edhe Fushë Kosova janë komuna që Shtimja dhe Kamenica, Dardana nuk janë komuna që ka numër të madh banorëve, edhe PEA dhe Prishtina janë komuna të mëdha, Gjakoven e ka AK-ja, dhe AK-ja është dashur të mirë në këto zgjedhje lokale, sepse i ka ruajtur rradhën. I ka 5 komuna dhe synon komunën e 6 Junikun. Domthonë jashtëzakonisht i suksesshëm si parti në nivel lokal. Pushteti kryesor, pushteti lokal është i rëndësishëm për partitë. Andaj mendoj që LDK, PDK, AK, VV. E 4-ta VV-ja është me rezultatet jo me numër të asamblezëve, është e 3-ta, por me numër të e fundit ka partitë e mëdha.
komunave. E fundin nga partitë e mëdha, e katërta është VV-ja. Po tani, për të vazhduar më tej, çfarë ndodh nesër, sepse zoti Abdi Xhiku ka deklaruar që nga nesër do të vazhdojnë përgatitjet për zgjedhjet nacionale, që sipas gjitha gjasave do bëhen në fund të dhjetorit. Tani si shkojnë këto parti me këtë rezultat në zgjedhjet e përgjithshme? Po kjo është një rezultat i mirë i partive tjera, ta që po themi opozitore, dhe pse në këtë rast në këto zgjedhje nuk patëm as parti pozit, as parti opozitore, sepse nuk u arrit të formohet qeveria, edhe me propozimin e Glauco Njufcës nuk ndryshoi asgjë. Unë shpresova që Glauco Njufca do ta mandatoj vetë një qeveri, do ta zgjedh vetë një qeveri, ato një qeveri tranzitore, jo me 20 ministra, por me 10 ministra, një qeveri teknike, për të shkuar spaku, për të votuar buxhetin, për të kaluar disa marrëveshje ndërkombëtare, por me këto ndryshime kozmetike, apo më thënë vetëm në rreth vendeve Albini me Glaukun, me krejt ata ministra, jam i bindur që nuk do të kenë shans ta kemi një qeveri të Glauco Njufcës. Kjo vetëm pritet kë 15 ditëshit, gjë që presidentja gaboj që e mandatoj me teoritë gjasës, sepse është gabim me shkume se nuk e bind me asgjë, nuk e bindi presidenten Albin Kurti ose Glauco Njufca se mund ta ketë numër caktuar. Vetëm duke thënë që kemi vetëm 56 vota. Përkundrazi, Albin Kurti tha, unë i kam pas 56. Ky është minimumi i votave që do ta ketë zoti Njufca, maksimum mund ta ketë edhe një vot 2, por kjo domethënë me këtë të bindet presidentja që t'ja jep mandatin, por kjo u bë me qëllim caktuar që të shkohet në fundin e dhjetorit, sepse të plotësohet ai 16 ditë prej ditës së dhënies mandatit të parë të Albin Kurtit, të bëhen 60 ditë dhe me 28 dhjetor po të mbahen zgjedhjet, kë kalkulon shumë, llogarit shumë Albinit që do të jetë diaspora, do të jetë diaspora në Kosovë, edhe me votën e diasporës Albinit do të ketë mundësi edhe një herë të fitojë 1% të madhe të votave, edhe pse unë shumë dyshoj që do të jetë në gjendje të fitojnë ma shumë se 35% të votave, kur do që të mbahen ato edhe me diasporën. Sepse tani me edhe diaspora ka pasë vërtet, Albini nuk ka punu dhe nuk është duke punuar ashtu si dohet edhe ashtu si ka premtuar për shtetin tonë. Profesor, falenderoj shumë për analizën dhe opinionet blitz për këtë rezultat, edhe urime edhe për exit pollin tuaj për goditjen e çejit. Faleminderit, presim që tani rreth orës 9 të shpallën gjitha rezultatet, edhe unë jam i bindur që do të jetë ky përveç unikut që mund ta fitojë LDK-ja ose AK-ja komunë e vogël, ju thash me 2000 banor, me 2000 votues, domethënë nuk do ta ndryshoj pare atë përqindjen e partive, sido që të jetë ose LDK-ja ose AK-ja, për AK në shkoqe e rëndësishme se dëshiron ta ketë numrin e 6 komunave, derisa për LDK nuk qenë fort pesh, edhe pse atje dy ata kryetarët janë djemë të mirë, edhe vërtet e meritojnë, cili do që të fitojë, qoftë zoti Kuqi, qoftë zoti Shehu, dytë janë djemë që mund të çojnë atë komunë të vogël përpara. Ju faleminderit, edhe urojmë dhe shpresojmë që të kemi sa më shpejt zgjedhjet të përgjithshme, parakoshme, në mënyrë që të zgjidhet këngërç, i cili Kosovën stagnon vërtet shumë rënd, edhe jemi në një pozitë të jetë të palakmueshme, jo vetëm në aspektin ndërkombëtar, por edhe në atë vendor. Të falenderoj shumë, profesor. Miru takofshim.